Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton se duke nisur nga 16 janari kanë filluar kontrollet në terren për nëndeklarimin e pagave në sektorin e ndërtimit. Kontrollet do të përfshin vetëm tek ato subjekte që nuk kanë respektuar paga dysheme të caktuara nga tatimet prej 1 dhjetorit 2025. Për shkak të deklarimit të pagave më të ulta se sa realisht janë, tatimet muajin e kaluar publikuan listën e pagave për sektorin e ndërtimit në varësi të çdo profesioni. Bëjmë dije se çdo tatim pagues që deklaron paga në nivelin e pagave indikative apo që ndryshon profesionin e punonjësve me qëllim shmangjen e deklarimit real të pagave, duke rrezikuar pagesën e kontributeve shoqërore dhe pensionin, do të konsiderohet me risk dhe si i tillë do i nështrohet kontrollit nga strukturat e specializuara të administratës tatimore, thuhet në njoftimin e fundit të administratës tatimore. Përmes një letre që u ka dërguar bizneseve të këtij sektori, tatimet i njoftojnë se mos deklarimi real i rrogës cënon garantimin e sigurimeve shoqërore dhe pensioneve, ndaj mund të përballen edhe me hetime të thelluara. Madje në fokus të kontrolleve do të jenë edhe transaksionet me burime të ardhurash të dyshimta në bashkëpunim edhe me agjenci të tjera lizbatuese. Ndërtimi punëson në total 63.000 persona, numër që është rritur me 20.000 brenda një dekade, por klasifikohet tek ato fushat e ekonomisë me pagat më të ulta në vend. Edhe pse prej vitesh raportohet për rritje të rrogave nga vendërtuesit, pasi po përballen edhe me mungesë punëtorësh. Shifrat e Instat tregojnë se paga mesatare në ndërtim është 68.277 lekë për shkak se ato nëndeklarohen.